Ai ka qenë një nga figurat kyçe të Partisë Socialiste, por sot ka vendosur të tërhiqet dhe të qëndrojë plotësisht në hije. Po flasim për Samir Tahirin. Ai u bë pjesë e politikës me vizione të mëdha dhe duke bërë opozitë të fortë, por më pas u zhgënjye thellësisht kur pa që një pjesë e miqve të tij i kthyen krahët në kohët më të vështira, ndërsa pjesa tjetër e fundosi atë plotësisht. Më pas e kuptoi se kjo ishte betejë e tij dhe këtë betejë e bëri i vetëm, duke vuajtur për disa vite dënimi me burg. Pas daljes nga burgu, Tahiri kishte probleme të rënda shëndetësore dhe prej muajsh vijoi trajtimet në Itali me mjek të specializuar dhe me kurat më të fundit, që fatmirësisht i dhanë efekt dhe i stabilizuan shëndetin. Por, siç thot populli, bota është me rrota. Sot me akuza nga drejtësia, po përballet edhe ish-mikesha e tij, Belinda Balluku, një nga emrat më me peshë në Partinë Socialiste. Ajo po kalon në të njëjtën rrugë që kaloi dhe Samir Tahiri, por jo me të njëjtin dinjitet. Samir Tahiri, sapo u gjend në akuzë, doli në konferencë dhe tha: "Po e dorëzoj menjëherë imunitetin, le të hetohem nga drejtësia", ndërsa Balluku, edhe me vendim gjykate, nuk pranon të heqë dorë nga postet dhe imuniteti, sepse i druhet drejtësisë. Tahiri është shprehur se unë e preka fundin dhe tani notoj në ujërat e qeta, por nuk kam ndonjë respekt të madh për ato që të kthejnë kurrizin kur je në vështirësi, sepse e shohin vetëm më lart, por e shohin edhe të pathyeshëm. Në këtë botë, ç'a të mbjellësh do të korrësh, dhe nga kjo e vërtet nuk bën përjashtim askush, sado i lartë ose i pamposhtur të duket për momentin.